Viti 2026 pritet të nisë me një tjetër goditje për xhepat e qytetarëve shqiptar, rritjen e çmimit të karburanteve. Dy ndryshime fiskale të planifikuara nga qeveria, rritja e aksizës dhe taksës së karbonit, do të ndikojnë drejt për drejt në tregun e naftës dhe të benzinës. Sipas projekt buxhetit të Ministrisë së Financave, nga janari 2026, aksiza do të rritet me 1.5%, ndërsa nga korriku, taksa e karbonit do të shkojë nga 3 lek në 4.5 lek për kilogram. Këto masa pritet të gjenerojnë mbi 667 milion lek të ardhura shtesë për shtetin, por me një kosto të rëndë për konsumatorin. Ekspertët paralajmërojnë një efekt zinxhir në ekonomi, me ndikim në çmimet e transportit, prodhimit dhe mallrave bazë. Kompanitë do ta transferojnë këtë kosto shtesë tek qytetarët, duke rritur çmimet në pomp në janar dhe sërish në korrik. Shqipëria mbetet një nga vendet me çmimet më të larta të karburanteve në botë, ndërkohë që pagat janë ndër më të ultat në Europë. Më shumë se 60% e çmimit të 1 litri karburanti janë taksa dhe tarifa. Në një kohë kur fuqia blerëse është e ulët dhe inflacioni mbetet shqetësim, 2026 mund të sjellë presion të fortë mbi ekonominë e familjeve dhe biznesit të vogël. Rritja e karburanteve rrezikon të përkeqësojë më tej koston e jetesës për qytetarët shqiptar.